pse i besoj Kuranit? Kur dikush më pyet pse i beson Kuranit, nuk du m'ju përgjigj vetëm sepse jam musliman, po le të mendojmë pak më thellë. Për shembull, ne e dimë që ekziston një krijues, edhe pse nuk e shohim ata drejt për drejt. Për shembull, kur e shohim një produkt, e dimë që ky produkt është i krijuar prej dikujna, edhe pse krijuesi momentalisht nuk gjendet aty. Por pastaj vjen pyetja, nëse ekziston pra krijuesi, a na ka dërguar ky krijuesi ndonjë udhëzim? Dhe nëse thojnë po, atëherë cila është shpallja për këtij krijuesi? Edhe këtu për mua fillon argumenti i Kuranit. Mendo pak për njeriin përmes cilit ka ardhur Kurani, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka jetuar në shekullin e 7. Nuk ka pas as universitet, s'ka pas laborator, s'ka pas internet apo literaturë shkencore që na e kemi sot. Edhe Kurani nuk erdhi si një libër i zakonshëm. Ai përmban diskutime rreth krijimit të njerëzit, natyrës, qiejve, tokës edhe shumë çështjeve tjera. Dhe dikush mund të më thonë, jo, Muhamedi këto i ka marrë domethënë prej librave tjerë. Mirë, le ta pranojmë pra për një moment këtë si hipotezë. Le të themi se ka marrë diçka nga popujt e mëparshëm, nga ebrejt, nga krishterët ose nga burimet e tjera. Pra atëherë pyetja jame është kjo pra. Nëse thua se ai thjesht ka kopju, si ka mundësi për shembull që një njeri i asaj kohe të di gjëra nga fusha kaq ndryshme? Për shembull ka folë për mjeksi, ka folë për gjeologji, astronomi, krijimin e njerit, për natyrë, histori. Nëse thua i ka marrë për dikujt tjetër, atëherë unë të pyes, si mund të shpjegohet që një tekst i vetëm i bashkon gjitha këto fusha në një mënyrë kaq të veçantë, sepse edhe sot unë si doktor nuk mund t'i them i di gjitha. Unë kam studiu në një fushë. Një njeri mund të jetë ekspert në një fushë, por nuk mund të jetë automatikisht ekspert në të gjitha. Dhe pastaj kemi diçka tjetër shumë interesante. Kurani nuk është vetëm informacion, është edhe një vepër gjuhësore jashtëzakonisht e veçantë. Arabët e asaj kohe ishin mjeshtër të gjuhës dhe Kurani i ka sfidu. Nëse mendoni se ky nuk është prej Allahut, sillni diçka të ngjashme me të. Ky është një sfidim vërtet shumë i fortë. Dhe pastaj kemi edhe parashikimin për romakët. Romakët kishin pasur një humbje të madhe ndaj persëve. Por Kurani e shpalli se romakët pas humbjes së tyre do të fitonin përsëri brenda një periudhe të caktuar. Tani imagjino, sikur unë t'isha duke e shpikur vetë këto, pse do ta rrezikoja pretendimin tim me një parashikim konkret. Nëse romakët nuk do të fitonin, njerëzit mund të thoshin, ja, doli gabimi, nuk është profet. Unë, po t'isha duke shpikur një fe për veten time, do t'i shmangsha parashikimet e tilla. Dhe pastaj kemi ruajtjen, ma shumë se 1400 vjet, dhe Kurani vazhdon të recitohet në arabisht, të mësohet përmendsh edhe të transmetohet brez pas brezi. Pra, kur i bashkon gjitha, atëherë për mua bëhet shumë e vështirë të them, ky është thjesht një libër që njeri e ka marrë nga këtu e atje dhe e ka bashku. Sepse atëherë pyetja bëhet si i ka ditur, si i ka zgjedhur, si i ka bashkuar e si i ka formuluar në këtë mënyrë. Dhe sidomos si ka mundësi që një njeri pa arsimim, pa mjetet e kohës moderne, ta prodhoj një tekst që vazhdon të studiohet edhe sot në kaq shumë fusha. Kur i vendos të gjitha pjesës së bashku, atëherë pretendimi i Kuranit bëhet diçka që duhet marrë me të vërtet seriozisht. Dhe kjo është arsyeja pse unë nuk them besoj në Kuran pa arsye, por them e kam një arsye për të besuar.